Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua seanca e radhës për dosjen Partizani, ku ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amarbër Maltezi dhe 3 të tjerë akuzohen për korrupsion dhe pastrim parash. Trupa gjykuese e shtyu vendimin për në 13 tetor. Seanca nisi rreth orës 11, ku në sallë u paraqit vetëm Amarbër Maltezi, ndërsa Sali Berisha u përfaqësua nga avokatët e tij, përfshirë avokatin Genc Gjokutaj. Pas seancës, ky i fundit deklaroi se të gjitha provat e paraqitura në proces janë të pavlefshme dhe nuk mund të shërbejnë si bazë për një vendim fajësie. Foli mbrojtësi Kol Azizaj, i cili parashtroi jo vetëm qënien e provave të gjitha për të gjithë, ndarjen e tyre, kërkoi pavlefshmërinë absolute të gjitha akteve, dhe tashmë kemi dhe një vendim gjykatës kushtetuese, i cili ka dalë, nuk është botuar fitoren zyrtare, po këto ditë, i cili konstaton që të gjitha sekuestrimet dhe të zyra Pustina janë në kundërshtim me ligjin, janë të pavlefshme, as më shumë dhe as më pak ato që kemi thënë që ditën e parë. Tashmë po i hapen petet lakrorit dhe prokurori i dëgjoi dhe javës tjetër, edhe kërkoi kohë që të përgatitet se mbase i bën të vlefshme. Ky vendim do të thotë që gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijnë në themel të një vendimi fajësie. Teksa mohoi akuzat për dosjen, Maltezi u ndal te raporti i fundit i publikuar nga Dash për Shqipërinë, ndërsa dënoi atë që e cilësoi korrupsion masiv në qeveri dhe drejtësi. Vijoi me kërkesat paraprake, natyrisht në kërkesat paraprake u theksua që nuk ka fakt penal, se të zhvilloj njeriu pronën e vet nuk është vepër penale. Vepër penale është ta vjedhë Edi Rama dhe t'ja fali Carlo Bolinos. Vepër penale është të bëjë Edi Rama ligj nominativ për trafikantët e drogës dhe t'i japi kulla gradacela për trafikantët e drogës, duke i vendosur këto në Aruba. Këto janë vepra penale. Po këto zotërinj që janë këtu, shërbëtorët e Edi Ramës, nuk guxojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Këto ne i marrim vesh nga raportet e klimës biznesit të Departamentit të Shtetit, që tregoj qartë fare që kemi të bëjmë me korrupsion të përhapur qoftë në qeveri, qoftë në gjyqësor, kemi të bëjmë me pastrim masiv të parave të drogës dhe kemi të bëjmë me ligje nominative nga Edi Rama për klientët e tij. Në seancën e kaluar, mbrojtësit e Berishës dhe Maltezit kërkuan pavlefshmëri absolute të hetimeve dhe të gjitha akteve procedurale të SPAK, duke argumentuar se prokuroria ka tejkaluar kompetencat e saj, duke vepruar si gjyqtar dhe duke zëvendësuar institucionet e tjera si Kuvendi dhe Gjykata Kushtetuese. Avokatët argumentuan gjithashtu për paligjshmërinë e gjyqtares Irena Gjoka, e cila sipas tyre ka vazhduar detyrën në kundërshtim me ligjin. Ky ishte edhe një nga shqetësimet kryesore të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili u paraqit seancën e kaluar në gjykatë në zbatim të masës së sigurisë.